ishte horoskopi. Mirë mëngjes, Kati. Mirë mëngjes të dashur. Si të kam sot? Jemi shumë mirë. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si çdo ditë një ditë bukur dhe juftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Të thjeshta, të shpejta, të shijshme dhe të kënaqshme për të gjithë. Sepse ndonjëherë thon Anvisat, po me djathe me këto gjëra, me kështu, po mirë me do ham dhe me djathe, me sallame, me të gjitha do ham. Po, të gjitha. E kemi thënë, të gjitha duhet të konsumohen. Ka nevojë, domethënë që të konsumojnë nga të gjitha, por me racione, domethënë të caktuara, sepse tjetër racion do të ketë ai që është zyrtar dhe tjetër ai që do të jetë në ndërtim. Po, që i duhet më shumë energji, qëndron më shumë jashtë, ka një ditë më të lodhshme, patjetër që ushqimi është ai që ne marrim të gjitha ato vlerat e nevojshme që të kemi mundësi të jemi produktiv gjatë ditës, mos ndihemi të lodhur, të shëndetshëm, në të njëjtën kohë, të dimë çfarë produktesh të zgjedhim. Ndaj ne sot me çfarë gatuajmë Sot nuk do t'i përgatisim vetë petët, sepse sigurisht siç e shikoni i kemi në dyqane, do me thonë, duhet edhe her pas heret përgatisim edhe nga këto, se janë zgjidhje, ato zgjidhjet e shpejta që mund të bëjnë Anvisat, pra peta dhe mënyra se si do të asjell, do të jetë pak si më ndryshe. Do të kemi, tu kemi një masë, do me thonë, neve të petës, për është 1 kilogram. Neve do të përdorim gjysmën e sasisë së petëve, dhe gjysmën tjetër do të vendosim ta kemi në frigorifer, jo në ngrerje më, lartë në frigorifer, dhe ose mund të përgatisim një byrek tjetër dhe ta vendosim të përgatitur në ngrerje. Ashtu e kemi, do me thënë, zgjidhjen më të mirë për petat, jo t'i kalojmë prapë në ngrerje. Atëre, do të kemi petat, do të kemi qumësh, sasit nuk ka nevojë që t'i them tani për momentin, do të lexojmë, baking powder, do të kemi miell misri, djathë krem ose mund të përdorni edhe kosë, vezë, djathë, mix djathërash të bardhë, të verdhë, çfarë mund t'ju ndodhe në shtëpi. Pra kjo është, si thua, një recetë me ato që na ndodhen neve në frigorifer për të hequr ato, si thua, qoftë djathin, qoftë sallamra që na kanë ngelur, që nuk i kam këtu, po do t'i sjell sepse i kam lënë në frigorifer. Këto janë përbërësit që unë përmenda dhe do të tregoj mënyrën se si do të bëhet ky byrek. Atëre, do të filloj me petat, të cilat do të marrë gjysmën e sasisë tamë të petave. Duke ju kujtuar që këto petët e brumit 1 kilogram, që mund t'i përdorni për më shumë se sa një gatim, por jo vetëm petët, të gjitha produktet që ne kemi këtu mbi tryezën tonë, ju mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Dyqanet në Ranzi ndodhen kudo, në Shqipëri, në Kosovë, pothuajse në çdo lagje, ka një tabelë të tillë të dyqaneve organik në Ranzi. Është një ambient shumë i këndshëm, duhet thënë, sepse ju ofron mundësinë të gjeni produkte të ralla për konsumatorin, të ralla për tregun shqiptar, markat më të mira, duhet thënë, gjithashtu edhe për ju që jeni në një dietë të kufizuar, ka ato sektorët e veçantë dedikuar për njerëzit që kanë një dietë ushqimore me disa përbërës apo produkte të përjashtuar, si në rastin e glutenit dhe marshkas, në fakt duke qenë se kemi loripulja këtu, makarona të cilat janë një zgjidhje ideale, por edhe shumë produkte të tjera për këtë kategori të njerëzve që kanë një specifik të veçantë në ushqyerjen e tyre. Pa diskutim që ka vend për të gjithë, pra në Rancin e gjejmë gjithçka, mjafton t'i vizitoni dhe të zgjidhni produktet tuaja të preferuara. Edhe ambalazhi këtyre petëve është tepër cilësor, që është e vërtetë, që do të thotë ne vërtet i ruajmë në ambalazhin e tyre, që ndrojnë ashtu të freskëta për t'i përdorur më shumë se sa një herë, ose alternativën tjetër që Kati na i jep gjithmonë shumë interesante, që ne mund t'i përgatisim byrekët dhe t'i vendosim më pas në ngrirje. Aty mund të qëndrojnë disa ditë radhazi dhe kur nuk kemi përgatitur asgjë, i nxjerrim disa orë përpara nga frigoriferi, mjafton t'i pjekim edhe kemi një vakt të zgjidhur, po themi, në ato ditët e ngutshme që s'kemi mundësi të gatuajmë. Anila, kur i vendosim në frigorifer dhe i kemi të gatshme, qoftë byreqe, qoftë të ëmbëlsira, i marrim dhe vendosim direkt në furrë. Nuk i lëm të shkrin, po. Kur janë të pagatuara i lëm të shkrin, të më thëmë petët kështu. Direkt në furrë, akoma më shpejt do më thëmë, nuk presim hiç. Ashtu. Tani, ne po i presim këto rreth-rreth. Unë do t'i bëj rreth-rreth, sigurisht që Anvisat nëse duan mund t'i lënë në temperaturë të ambientit, sepse tani është ngrohtë, por sigurisht që edhe në furrë është mirë, nga që në furrë këto marrin, si të thuash, dhe një tjetër shije. I vendos këtu në një tavë, i kaloj pak në furrë, sa unë të bëj pregatis këto pjesët e tjera,
të lexoj recetatën. Mund t'i lexosh Anila, i vendos kështu siç janë në Fitojmë fund. nga koha që në fillim të kuzhinës për t'i parë të gjitha recetat dhe të tjerat që Kati ende si ka prezantuar, por do të jenë recetat në ekran, ato që do të na prezantojnë edhe me gatimet e tjera që do të sjellim sot, dhe i pari është pikërisht byrek me miks djathrash dhe proshut. Na duhen një pako peta të gatshme në këtë rast, na duhet 200 gram djathë të shkrir ose kos, 2 fixhan qumësht, 1 lug pluhur pjekës, 3 lug miell misri, 3 vezë, 200 gram miks djathrash, 150 gram miks proshutash, 5 lug vaj dhe susam. Kjo është receta e plotë e byrekut, ndërkohë që përmenda pak më herët makaronat, alternativat dhe format e tyre i zgjidhni ju. Ne do të përdorim një pako makarona, 3 kunguj, 4 lug vaj, 50 gram parmigiano, do të përdorim majdanoz, borzulok, krip edhe piper. E ndërkohë do të kemi edhe një recet tjetër, një recet të ëmbël, një krem me komposto të karamelizuara, në duhet 1 litër qumësh, 200 gram pana, 5 lug niseshte, 6 lug sheqer dhe një komposto pjeshke ose ananasi, sipas dëshirës suaj, sipas asaj që gjendet në shtëpi, që gjeni në treg dhe ndërkohë dhe sipas shijes suaj. Dikush preferon një frut, dikush preferon një frut tjetër. Kështu. Kështu Anila, po. Tani Do kalosh Kriti? Shkëmbehemi në të dyja? Shumë mirë, faleminderit. Ndërkohë, fillohet kështu, do me thënë, hidhet vaj fillimisht, tek pjesa e tavës. E lyejm pak me një furçe. Një furçe, ja, po. Ta mbajmë këtu, s'ka problem. Tani, Po. hedhim fillimisht miell misri. Në këtë mënyrë, do me thënë, zë gjithë këtë pjesën e tavës. Dhe miellin tjetër, po e hedh që në fillim këtu. Do të shtojmë edhe djathë. Ne kemi djathë të shkrirë, po sigurisht që mundet të shtojnë ambisa edhe kos në vend të djathit. Po, si që kishim edhe në recet, po. Djathë të shkrirë, ose kos. Ose dhe kos. Bëjmë të lugën e madhe për të trazuar, ta bëjmë këtu. Dhe kështu me radhë tani hedhim përbërësit, që do të thotë qumësht. Ato peta duhet i shohim, besoj. Dy Morëm filqa. një sipërfaqe të E lehtë. heqim direkt Anila, se ato janë delikate dhe Të nuk mos duhet të na qëndrojnë shumë. digjen. Pra, hedhim qumësht, djathin, miellin që kemi hedhë më përpara. Kaq duhen pjekur. Po, ja. mjaftueshëm. Dallohet edhe ngjyra. Pra sa të marrim një sipërfaqe të lehtë, me ngjyrë të lehtë. Tani, këtë baking powder do ta hedhim në një enë. Do t'i shtojmë pak ujë, pra do bëjmë shkrirjen. Okej. Jo direkt tek qumshi, se nuk shkrin mirë këtu. Me thënë, ja. Si që shikoni, kjo është për të rritur volumin dhe të na i bëj të shkrifta. Shtojmë të brënda edhe vezët. Le t'i përzijim pak. Së përzijet e verda. 2 kokra vezë. Proshutat tham varet çfarë keni në shtëpi. Ju kanë mbetur lloje të ndryshme, mund t'i miksoni edhe të... Këto janë për pjesën krioni. e, si thuash, e lëngshme. Po. Tani si veprohet. Mos duhet ta afrosh atë tavën, e ke më mbar ndoshta? Edhe këtu hedhim me baking powder tani. E hedhim këtu brenda. Që ti heqim. Afroj këtu Anila, faleminderit. Kjo do të thotë hedhim gjysmën, do me thënë, të petëve poshtë. Kryejmë një shtrez, pra. Pra kemi një lloj ndryshe byreku, ëh?
Po, dhe mënyra do me thënë se si i bëjmë kështu që i vendosim në furr, na i bën shumë të shkrifta, tani me këtë, si thuash, kjo është si një lloj kremi që përgatitëm neve, që do të japi asaj, do me thënë, edhe shije, por do të rrisë edhe volumin. Po i hedhim kështu, si thuash, me dorë më mirë, se përhapen më mirë. Pa. Do me thënë me 2 shtresa bëhet. Pra shtem edhe pjesën e kremit të qumshit dhe gjithastaj masës që përgatitëm, pastaj në fund e mbuloj me petët që kanë mbetur. Petët që kanë mbetur, po. Okej, shumë mirë. Me petët që kanë mbetur. Djathi. Ta hedhim me këta djathi më mirë. Pra duke parë edhe përbërësit, kam përshtypjen që do të jetë shumë i preferuar nga fëmijët. Kjo është do me thënë një byrek shumë i preferuar për fëmijët. Se ka djathin me shkirë dhe proshutën që e duan, që është e vërteta. Pra në gjeston me shien e një momentin që vete e marin, do me thënë, zonjat të gatshme, pse mos tua bëjnë fëmijëve vetë në shtëpi të tyre. Bëreqet me prosciutto ose me salcice që her pas here e gjejmë. Të tilla janë gjithmonë më të sigurta kur i përgatisim vetë në shtëpi. Hedhim gjysmën e sasisë në këtë moment, dhe gjysmën tjetër do ta hedhim pastaj kur të vendosim dhe petët e tjera. Ajo që s'kemi hedhur është se s'kemi shtuar akoma edhe vajin. Po. Por do ta hedhim. Edhe susamin këtu e kemi në këtë recetë? Në momentin e fundit, po. Vaju lirja. Kjo do të jetë për shtresën e fundit, do ta lëm tani do vendosim edhe petët e mbetura. Duhen hapur mirë petët, që mos të na ngelin shumë të në disa vende më të plota, në disa vende mos të ketë. Skama. Në rregull jemi. Skama. Nuk po ton asgjë dëm, gati, pa merak, asgjë. Kështu që hedhim edhe djathin e fundit. Do thuash gjithë këto. Si mos bëhet i mirë. Shiko, po që nuk është se janë, që janë gramaturat, po që duken kështu, sepse kur grihet qoftë djathi, qoftë ajo prosciutto, po patjetër, krijon ide, sikur ke mbushur një tas plot. Kemi mbushur shumë. Pastaj është ajo që themi gjithmonë që ky byreku nuk është për një person. Po, duhet ta mendojmë edhe këtë gjë se do han disa persona këtu. Hedhim me kujdes tani rreth e rrotu, që të zbuten komplet petët. Më kurioze ta shoh kur të piqet si do dalë, do me thënë do dallohet që pra petët do kanë përshtypjen do shkrihen do ta themi më shumë si tip sufle, se sa sufle është ajo, do me thënë kemi thënë gatimet që rrisin vëllimin. Po. Ja, ne do kemi mundësi, duke qenë se po e përgatisim të parën edhe deri në orën 10, pra kur ne të jemi në përfundim të gatimeve, do t'jetë mundësia ta kemi, se nuk bese qëndron shumë në furr, sa po i duhet pjekja? Shiko, tani kjo do një 35-40 minuta kaq. Do dhe edhe pse është kështu, edhe pse është kështu, se në 180 gradë do ta vendosim, edhe për një temperaturë, do me thënë, për një kohë 35-40 minuta dhe do ta kemi gati. E kemi përfunduar, neve tani këtë e vendosim në furr. Ato farat kur do ja hedhem? Tani, mirë që kujtove. Po prisje, duke qenë se the janë të fundit. Shiko, ato do të thoshja, për punën e farzave të susamit. Nëse doni që t'ja hidhni, nëse nuk doni, se ka njerëz që nuk e duan. Është e vërtet. Kështu që ta bëjmë gjysmë ne apo ta hedhim komplet. Po, se të neve na pëlqen. Po hidhja të gjithës, se të ngjajmë më bukur kur të piqet. Po dhe sigurisht kanë yndyrna të mira, dhe kështu që edhe na pëlqen. Mua më pëlqejnë me susam edhe bukët, edhe pizzat her pas here, edhe byreqet që kanë susam. Tani e kemi fiks për të vendosur në furr. Mundësisht ta lëni 15 minuta, do me thënë, në temperaturë të ambindit dhe ta vendosni brenda, por edhe kështu neve nga që i poqëm petët nuk ka nevojë, i vendosim direkt në furr. Okej, shumë mirë. E kalojmë në furr duke parë që kemi rreth 2 minuta kohë dhe në këto 2 minutash mendoj që ne të tregojmë
recetën e do të radhës. vazhdoj? Po, si do vazhdojmë gatimin tonë, kush është receta e radhës që do të përgatisim, si do të jetë radha e punës, nëse do të bëjmë ndonjë gjë gjatë kohës së shkëputjes, do t'ja u themi, nëse jo, Kanti do të na tregoj a do t'i kryejmë të gjitha gjërat live apo dhe gjatë shkëputjes. Shoh që tenxheria me ujë është vendosur për të zier makaronat, dhe ndoshta këtë mund të bëjmë, të vendosim makaronat për të zier për të kursyer atë kohën e zierjes së tyre. Ënkat? Po, pra tjetër, por ndërkohë heqim këto në vanilat frute. Po. Janë se do kemi kohë të bëjmë punët e shtëpisë kur të shohim lajmet. Faleminderit. Shiko tani, atë që duhet të them anvisave, neve fillimisht vendosim ujin këtu që të na valoj. Ndërkohë unë do përdor këto makarona faktikisht tubo, sepse edhe më fikin lëngjet në brëndësi, por para se të ashtu kemi këto 2 kunguj, Po. të cilët do t'i presim kështu, i kam gërvish pak, do me thënë me thik. Në këta mënyrë, do të marrim makaronat, lutem Anila. Këtu i kishim, na kanë humbur gërshërët, mos e kemi çuar në lavaman. Po, këtu janë, një moment ka ti. Se hapë me pjesën e... Kryve punti. Po, faleminderit. Dhe uji është bërë gati. Unë i gjeta si dhe qëfë. Faleminderit. Jemi në fund. Jemi në fund, do të hedhim krip. Mendova të hedh nga kjo kripa. Kripa e Himalaje, po, më shumë e mirë në fakt. Është kokër madhe, është në ngjyrën roz, edhe shumë e shëndetshme, ka shumë vlera kripa për të cilën po flasim. Ne kemi diskutuar dhe në studio për rëndësinë e kripës edhe pse duhet zgjedhur një krip e caktuar. Tek në rancë gjeni krip të zezë, krip jeshile, krip bëjshelli, krip me ngjyra, dhe çdo ngjyrë ka edhe karakteristikën e saj të veçantë, si nga origjina prej të cilës vjen, ashtu edhe vlerat që ne përftojmë gjatë kohës që e përdorim në gatimet tona. Mirë, shkëputemi tani. Bëjmë pak pushim. Ndjekim fleshin informativ të orës 9:30 me Katerinën në kuzhinë. Këtu do të vazhdojmë të gatuajmë në pjesën e dytë kur të vim përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Mos u largoni. Jo, mirëmbrëmje. Nuk mbaron puna këtu tani, jo, Kati nuk ndalon asnjë sekond, domethënë gjithmonë është diçka duke bërë. Po, sigurisht, sepse duhet që të harim, domethënë që të tregojmë të përfunduara recetat, se që të grim një hudhër, qoftë në rende, qoftë edhe këtu në Tryezë, domethënë në Dras, anvisat din ta bëjnë. Kështu që unë e përshpejtoj këtë proces të pune, ndërkohë që si shikoni të dashur anvisa, e kam hequr edhe këtë pjesën e makaronave të kungujve më njanë, sepse u bën u ju pritëm se edhe këtë duam që t'ua tregojmë ashtu si që duhet, domethënë nga fillimi në fund. Pra, fillimisht vendosëm ujin të valoj dhe shtuam aty brenda 2 kunguj, të cilat i prem, si thua, në copza të vogla, dhe kemi shtuar edhe makaronat, krip makaronat. I lam që të na zinë dhe i kemi gati tani. Ndërkohë, unë i kam shtuar një lugë vaj ulliri, domethënë brenda që mos të më ngjiteshin për arsye se edhe vonuam. Por nuk është se i bën dëm. Tani jemi në momentin që ne duhet të përgatisim një lloj salse që do të vendosim këto makaronat. Që do të thotë kemi 2-3 thelpi një hudhër. Doni i bëni, domethënë i grini në drasë, qoftë edhe këtu në këtë. Në një enë, në një tas. Byreku mirë më duket. Mirë duket të? Aromën e ndjej. Se do qoftë soba që... I një sy me qëra fjala se mos e pjeki më shumë se ç'duhet. E ullim pak temperaturën, më mirë që të honep sa po të kulloj. Po, pra ja, për këtë fjallën po të pyesja dje që s'më kujtoj. Ta kujtova më sot. Kur përgatitëm bukën, po. Në atëherë i grimimët. Po hedhim majdanozë dhe borzilokun do ta hedh kështu, sepse kam edhe borzilok kështu gjethe vogël. Po, pra e lezetshëm. E shumë i lezetshëm, do t'i hedh edhe brenda. Po. Është bio faktikisht edhe ka një aromë shumë të mirë. Do t'i hedhim edhe ca kështu gjesa nga këto dhe do t'kemi edhe në momentin e fundit. Bëhet një salcë shumë e mirë dhe i shijon shumë makaronat, do me thënë me pak gjëra, si që shikon hudhër, hedhim borzilok, do të shtojmë pak, do të hedhim djathë parmigiano, ajo është që bën edhe salcën faktikisht, diferenca. Pjatë verore, e freskët, kungujt janë të preferuar në verë, erzat e freskëta, borziloku edhe majdanosi, pa, marrë ujë nga i makaronave? Ujë nga makaronat, e përzim, duke shtuar këtu mbrapa edhe
Prit se kemi dhe të tjera gjëra aroma për ta... Kemi, ja? Po. Që do të thot, po e lëm to kështu. Kemi piper të kuq. Jep shumë shije, kemi turmerik. Që është shumë e mirë, që është e vërteta. Për të mos ta hedhim ashtu se do na bjerë më tepër se ç'duhet. E masim me lugë. Për masën që kam unë është mjaftueshme kjo. Një maj nga luga e gjellës. E përzije. Shtojmë pak vaj ulliri. Kur kemi vajin e ullirit, do me thënë kështu të freskët, i hedhim pak në të trajt. Nuk ka nevojë, do me thënë, as të ngrohet as ashtu. Direkt këtu. Tjetra që ngelet, gjysmën e sasisë djathi, do me thënë, parmigiano në fillim, dhe gjysmën tjetër në momentin që shtojmë makaronat. Kjo është salca, do me thënë, që tani ne do të shtojmë këtu edhe makaronat. Nuk i kulloj makaronat, i marim direkt nga pjesa. Në një luge, po. Makaronat i kemi zjerë bashkë me kungull. E thjesht kjo mënyra, Katja? Nuk kemi bërë një salcë në tigan që na është dashur të nuk ka nevojë asnjë gjë. Po, një salcë e ftohtë. Një salcë e ftohtë sepse është një sallatë verore faktikisht dhe bëhet shumë me shijshme. Duke shtuar tani në fund fare edhe pjesën e djathit tjetër parmigiano, duke shtuar edhe pak piper të zi, edhe këto gjethet borziloku në fund fare, do me thënë për t'i dhënë një ekstra shije. Në ekran kemi së bashku recetën, pra makarona me kungull të njom jemi duke përgatitur në këto momente. Na duhen për këtë recet një pako makarona, 3 kungull, të cilat janë zirë së bashku në të njëjtën kohë në një tenxhere. Më pas përgatisim salcën me 4 lugë vaj, 50 gram parmigiano, majdanos, borzilok, krip edhe piper. Pra kjo salca përgatitet më vete, pas zjerje, pas kuqe, në një tas, ku shtojmë gjithashtu edhe makaronat dhe kungullin pasi janë zirë, i trezojmë së bashku në një dhe kemi gati një pjatë që shion të lehtë për të konsumuar gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës, është e vërteta që edhe oreksi fillon edhe reduktohet pak, Kati? Po. Kështu që njerëzit kanë nevojë, të gjithë kemi nevojë të konsumojmë pjata që na vinë lehtë në organizëm dhe në të njëjtën kohë edhe të shëndetshme. Edhe e bukur kështu me këto ngjyrat. Ngjyra me shije, e lehtë, edhe shumë e shijshme, me thënë të drejtën, dhe shumë e shpejtë për t'u përgatitur. Edhe këto lëngjet, do me thënë që bëhet nga pjesa e salcës, japin shumë shije. Disa gjethe borziloku, një lugë me djathë parmigiano të grirë, atë pjesën që e kemi lënë pikërisht për t'ia shtuar në fund dhe pjata është gati. Shumë e mirë duket. Të lumshin duart, Kati. Është përfunduar, do me thënë një gatim i thjesht, i shpejt, i shishëm, i shëndetshëm. Tani fillojmë edhe me recetën e radhës. Po, që është një recet e ëmbël, unë jam kurioze ta shoh se si do të vijë përgatitur. Është shumë e thjeshtë ajo. Ajo është më thjesht s'ka të bëhej, do me thënë. Edhe byrekun ta nxjerrim pas pak nga fura, e kemi lënë në temperaturë shumë të ulët, thjesht për të kulluar disi e të jetë gati për ta parë se si do të jetë edhe i përfunduar. Por meqense kemi kohë mjaftueshëm edhe për të nxjerrë byrekun edhe për ta parë atë recetën. Anila, të lutem të dyja këto vatrat që t'i bëjmë më shpejt. Po, të dyja, sa unë të bëj këtë pjesën e kësaj gati. Kujtojmë dhe njërë çfarë na duhet për këtë ëmbëlsirën, se e kemi parë që në fillim fare, që në hyrjet e emisionit. Pra, po bëjmë krem me kompostët karamelizuara, na duhet 1 litër qumësh, 200 gram pana, 5 lugë niseshte, 6 lugë sheqer, 1 komposto pjeshke ose ananasi. Këto janë të gjithë përbërësit dhe puna nis me niseshte dhe sheqerin, kështu? Sheqerin, po, unë do të bëj masën më të vogël, kështu që do të hedhë më pak. E gjysëm se do të hedhë edhe pana. Do të hedhim dhe lëngun e kompostos. Kemi lënë më vete. Kështu që duhet të hedhë edhe një lugë, se niseshte, do shtem edhe pak. Se do llogarisim që do të shtem edhe ato të dyja.
Me thënë, për masat, ashtu si që kam dhe në ambisave. Po, ju të respektoni sasit që keni në recept, Ma pra. pak lutem Anila sa unë ta përzik këtë. Ta hapun që që keme të hap. Këtu do të shtojmë edhe lëngun e kompostës. Pra, kompostot këto fetzat i lëmë njën, lëngun do të hedhim këtu brënda. Edhe do t'i japi një shije të veçantë. Tani do të shtojmë edhe pana. Kjo është si të thuash kremoze në vend të gjalpit. Është mjaftueshëm për masën që neve kemi. Do ta vendosim këtu që të bëhet shpejt. Do ta trazojmë sa të mpikset. Pra shumë e thjesht për të bërë gati. Ne kemi bërë një krem kështu. Bëjmë kremin dhe ndërkohë që do të bëjmë edhe këto kompostot karamelizuara. Qoftë me sheqer të errët, qoftë me sheqer të zakonshëm. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, erti është ai që do t'japi pak si më tepër ngjyrë, jo se do të bëjë ndonjë ndryshim të madh. E trazojmë këtë tani sa të na mpikset. Dhe do ta kemi gati pastaj për ta servirur. Pra një krem shumë i thjeshtë, shumë i shpejt për ta servirur. Faktikisht duhet të qëndrojë të pushet, domethënë dhe të ftohet në frigorifer dhe ta konsumoni, domethënë nuk është e thënë mbas drekës, mund ta konsumojmë edhe nga ora 10, mund ta konsumojmë edhe mbas dite nga ora 5-6, domethënë për mbas dite. Nuk kam iku ajo idea që duhet të konsumonim ushqime mbas drekë, do me thënë ëmbëlsirë, me dojë mos mbas drekës. Anila të lutem, sepse unë kam duart nga hudhra, deri tani kapa këto, po tani duhet kapa... Kjo është një punë të kam thënë që më takon mua, me qënë se s'do asnjë lloj angazhimi, thjesht duhet e përzihet derisa të na trashet kremi. Kati, nëse do të karamelizosh këto... Jo, e kam fjallën, mund të punosh dhe nga nëse të pengoj këtu, ose iki unë andej nëse të pengoj, se besoj ke do një qik kohë. Ti ki unë me të nxerë? Jo, mund të qëndrosh sepse duhet të nxerë byrekun. Okej, mirë, shumë mirë. Okej. Tani do nxerrim byrekun nga furra. Dhe pastaj do shohim pak recetën në ekran, sepse ky byreku nuk është... Se mirë duket... Sheshe, nuk dallohet si byrek, nuk ka ato shtresat e pede një nga një. Ha, Kati, po Anila, mund të lexosh për byrekun tani dhe unë të vendosë me thënë sheqerin. Ka një aromë fantastike. Unë që e kam këtu afër, ndjej edhe aromën e susamit. Në shumë i mirë të djathit të shkëlqyer që ka brenda, djathit kaçkavall, ka proshut brenda, është bërë me petë të gatshme të cilat janë prerë në rraf, në shirita, janë shkartisur pak me duar, kanë kaluar në një pjekje shumë të lehtë në furrë, ai sa kanë marrë atë sipërfaqen e ngjyrës kafe nga sipër dhe pastaj në një enë kemi përzier së bashku të gjithë përbërësit do shohim në recetë, kemi krijuar një shtresë me peta, spërkatur me atë masën që përgatitëm, me peta sërish, në fund fare kemi shtuar përsëri djathë të kaçkavall të grirë ose mix djathra, çfarë ju mund të keni në shtëpi, disa kokra susami, pak vaj ulliri dhe është vendosur në furrë. Ka dalë shumë i mirë dhe shumë i thjeshtë për të përgatitur. Ta shohim pak recetën tani që të kujtojmë edhe një herë kush janë të gjithë përbërësit e realizimit të këtij byreku dhe kur them përgatitëm një masë në një enë që ja kemi shtuar, me çfarë kemi bërë atë? Pra një pak opeta, si që thamë, na duhen 250 gram djathë të shkrirë ose kos, 2 filxhan qumësht, 1 lug pluhur pjekës, 3 lug miell mistri, 3 vezë, 200 gram mix djathrash, 150 gram mix proshutash, 5 lug vaj dhe susam. Shumë i mirë ka dalë, ju rekomandoj ta provoni, do të kurseni kohë në fakt në realizimin e brumit, hapjes së petëve etj, sepse miksohen të gjitha me njëra tjetrën dhe në fund del një byrek i shkrifët i butë. Unë nuk e di nëse deri në orën 10 do kemi mundësi ta presim një copë se është ende i nxehtë në fakt. Megjithatë jam e sigurt që dhe nga brenda do duket po aq interesant sepse ka djathin e shkrirë, ka miksin e djathërave që kur kalon në furrë shkrihet dhe ka atë lezetin e vet, ka proshut gjithashtu. Kështu që duke parë, duke bërë si do jemi me kohën. Deri tani përvolon, shumë i nxehtë, nuk e presim dot. Ç'po bëjmë këtej? Ja, këtu tani po vazhdojmë domethënë që të përgatisim kremin, ndërkohë që kam shkrirë sheqerin, ka hedhur brenda edhe frutat, domethënë kompostot, të cilat i kemi të prera në kubik të vegjël. I lëm pak të qetësohen. Në momentin që do të bëhet kremi, do ta servirim, do të hedhim kremin dhe pastaj më mbrapa do të shtojmë edhe këto frutat e karamelizuara. Okej.
duhet bërë me se zbën me fruta komposto, apo Jo, mund të bëjmë edhe me fruta të freskëta. Thjesht këtu për punën e kompostos, unë kam hedhur atë pjesën e lëngut të kompostos, edhe prandaj jo se... Që jep edhe kremi të njëjtën shije, që ka edhe fruta që ne kemi zgjedhur. Por mund të shtrydhim edhe frutat, për shembull, dhe ta hedhim brenda për të bërë, domethënë, shijen, ose mund ta shtojmë një vanile, ose mund ta bëjmë, domethënë, me një tjetër. Ku bëj kremi? Sa e mirë doli kremi? Ja, një pra, bëme një seshte, sheqer, pana dhe lëngu në kompostos së... Në vend të gjalpit, përdorim pana. Po, do të thënë pana kryen funksionin e gjalpit, kur bëjmë atë kremin. Shumë mirë ka dalë. Ta iqim tani se nuk duhet më në temperaturë të sobës. Është një ëmbëlsirë që duhet ftohur, siç thamë, jemi në verë, ndaj preferojmë ëmbëlsira të lehta edhe të freskëta, që qëndrojnë në frigorifer, që jo vetëm të shijojmë, por edhe të freskohemi në ato orët e ditës ku kemi nevojë të konsumojmë diçka të ëmbël, edhe të përgatitur vetë nga duart tona në shtëpi. Sa bukur. Shumë e këndshme doli. Besoj se është mjaftueshëm, nuk ka kapse të hedhim më tepër. Atëherë do të përfundojmë edhe karamelizimin e pjeshkave që ishe në formën e kompostos. E vendosim përsëri, dhe më thënë që të shkri sheqeri, është shumë e domosdoshme, dhe më thënë që të shkri dhe të lidhet. Pastaj nëse duan, anvisat mund të shkrin sheqer dhe të bëjnë, nuk e di nëse kemi kohë, bënim nga ato, si të thua, zbukurime. 5 minuta kemi kohë. Kemi. Mirë, ndërkohë. Zbukurime thua për atë sheqerin ti? E atë sheqerin që e shkrin dhe i vendos lart edhe duket bukur. Shumë bukur del. Ja, do shohim si do jemi. Të përfundojmë njëherë së shërbërit të gjithë gotën me këtë kremin e këndshëm. Dhe pastaj do të vendosim nëse kemi kohë për zbukurime apo jo. T'ju kujtoj pak ku na gjeni ne, se është ky momenti i pauzës për t'i dhënë përgjigje të gjithë juve që na pyesni ku ju gjejmë, ku e shohim edhe një herë atë videon, ku ta gjej atë recetën që përgatitet të hënën të martën e kështu me radhë. Pyetje që si unë edhe Katerina i marrim çdo ditë nga ju që na ndiqni dhe për këtë ju falenderojmë në fakt, duke ju thënë se alternativat e tjera që ju mund të riktheni Vila 24 janë gjithmonë aty në një arkiv të pasur që na mundëson YouTube-i, sigurisht për dy kanalet tona zyrtare, në News 24, pra në kanalin zyrtar në YouTube të televizionit, aty ku gjeni gjithçka në fakt, që nga informacionet e fundit, edicionet informative, programacionin e përditshëm apo të përjavshëm të News 24, sigurisht që keni edhe Vila 24 dhe aty brenda na gjeni mua dhe Katerinën me çdo pjesës të këtij transmetimi, si të ftuarit, panelet, materialet e terrenit dhe këndi i veçantë i gatimit i preferuar i juaj. Dhe nëse doni më lehtë për të na gjetur, pra doni vetëm Vila 24, me këtë emër mund të klikoni pikërisht në YouTube dhe aty gjeni recetat tona, ku do të merrni ide të reja, do të riktheni dhe idetë e vjetra tradicionale që ndoshta i keni harruar dhe keni kopa i përgatitur, ëmbëlsira, supra, sallatra, gjella më moderne, produkte të caktuara që ne ju propozojmë çdo ditë. Kështu që me siguri do t'ju shërbej shumë, ju që e doni gatimin, por edhe ju që nuk e keni ndonjë pasion të madh, po do duhet të gatuani sepse dreka, të paktën dreka, është ai vakti që na bën të gjithëve bashkë, edhe e di që për të gjitha zonjat është një merak më vete se çfarë do të shtrojë në tryezën e drekës për familjarët në ditën e sotme, në ditët në vijim. Kështu që ora do dhe 2 minuta të shkojë 10, keni ende kohë për të vendosur për gjellën tuaj sot apo për drekën tuaj sot. Ky bureku bëhet shumë thjesht, kështu që edhe nëse nuk keni shumë kohë të qëndroni në kuzhinë në 30 minuta, 40 po fuset e pjekjen brenda, do ta keni gati. Një pjatë me makarona të freskët verore me kunguj, me erza të freskëta dhe pakës djath parmigiano, sërish do të ishte një alternativë që do të shijonte nga të gjithë dhe pse jo për ta mbyllur ditën me një ëmbëlsirë, me këtë gotën e bukur që Kati na ka sjellë sot, me një krem shumë të shijshëm përgatitur me. Vendosim pak borzilokan, të lutem. Ku t'ja vendos? Këtu. Sipër? Po vendosja vetë. Është i shkon. Si është i vockël, në më pëlqen, vjen me lule të vogla. I shkon, borziloku shkon të gjitha, tek të ëmblat e të kripurat. Sa e bukur që dolja. Thyen ato ngjyrat. Shumë e bukur. Tani Kati po përpiqet që të na përgatis. Të bënim këtë karamelen, sepse edhe kjo ngjan bukur. Do ta bëjmë edhe karamelen, t'ja vendosim nga sipër.
që mund ta mësoni si Thjesht shkrim mënyrë dhe ta sheqerin. bëni po edhe në ëmbëlsirat të tjera. Pra shkrim sheqeri në një letër kuzhine i Mund japim ta hapësh forma pakani sepse të ndryshme, ja një cep e lëm këtu të tava, këtë e mbaj unë, i japim ca forma kështu. E lëm të ngri, të thahet, të ftohet, dhe pastaj dalin shumë këndshëm dhe ja vendosim nga sipër në puting, mund ta vendosni në akullore, mund ta vendosni në këto kremrat. Ka ngecur edhe një. Një gjethë e bërziloku aty. Gjë që s'na prish punë. Po s'ka gjë, ne kemi bërzilokun aty brenda. Kjo duhet ftohur tani, apo Po besoj se... Ti frym. Besoj se do na ftojnë shpejt, e? Okej, ja ta presim. Gjithsesi këto po ftohen, hiqen kështu fije. Dhe i vendos për Si shkak kemi në për torta për shembull, e keni parasysh. Duket si dekor i bukur shumë edhe duket thonë, kush si janë bërë dhe kush janë bërë shumë thjesht. Kush kri sheqeri edhe vendosin këtu. Ja, nuk është gati akoma. Kjo këtu të paktën që e vëmë të fundit, provojmë ato të mesit, apo mos ta prishim kot. Se ndërkohë po më thonë që duhet ta mbyllim. Duhet ftohur, po. Temperaturat larta kemi neve këtu në studio. Dhe ku na qëllojnë gjithmonë në fund të gjërat, kështu që duhen kohë. Ja, mos e çodëm, mos e çodëm. Ja u bë ajo aty, ajo fija e vogël. Po, ka në mundësira, do me thënë, ka mundësira, do me thënë, që ambisat bëjnë gjërat bukura. E vërtet. Ja, se duke qëndruar ajo, e bëm, si doj që të jetë. Do kishim zgjedhur forma akoma dhe më të bukura nëse do ta prisnim për të ngrirë sheqeri edhe më të çuditshëm. Megjithatë, ne këto kishim si propozime për sot, duke ju falenderuar që keni qëndruar me ne në këtë kënd të gatimit. Edhe Kati, ta mbyllim. Tani e ngarkuam shumë. S'ka gjë se i heqim prap. Për efekt ekrani ngjajnë bukur. E mbyllim, Kati. Faleminderit e dashur që ndam këtë emision. Faleminderit ty, të lumshënduar. Falenderojmë dhe ambisa që qëndruan me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, ju uroj të kaloni një ditë bukur në vijim dhe ju takofshim këtu me emisionin e radhës dhe me ide dhe receta të reja. Mos harroni që në YouTube na dërgoni, do me thënë, ato sugjerimet tuaja, dëshirat tuaja, akoma dhe vërejtjet e tyre. Të gjitha i Ne jemi të mirëpritur dhe i presim të gjitha me shumë dashuri dhe dëshirë, sepse ato na bëjnë më të mirë. Pa diskutim që po, në fund të fundit në këtu jemi për ju, dhe nëse ju nuk na pëlqeni, duhet të na e thoni që të përmirësohemi. Ja, kështu e bëm edhe autokritikon. Shkojmë në publicitet tani edhe kthehemi përsëri tek të ftuarit.